Të gjitha ndërtimet e Ilir Shtufit me kompaninë Nova Construction do të kalojnë në filtrin e prokurorisë së posaçme, pasi biznesmeni dyshohet se ka pastruar paratë e trafikut të drogës përmes investimeve në sektorin e ndërtimit, kryesisht në kryeqytet. SPAK ka gjetur prova për një objekt me 13 kate mbi tokë dhe 3 kate nën tokë në rrugën Mine Peza në Tiranë, i cili po ndërtohej nga Nova Construction, për të cilën ka dyshime të forta se investitori real ishte Luciano Koçeku. Prokuroria e posaçme ka në dorë një komunikim në Sky se ku Koçeku i shpallur në kërkim si drejtuesi një grupi kriminal të trafikut të drogës, bisedon me një person ende të paidentifikuar i cili thotë se pallati ka nisur dhe do duhen 2 vite për përfundimin e tij. Më tej sipas dosjes, Koçeku i thotë bashkëbiseduesit të zgjedh vetë katin që dëshiron në mënyrë që të rezervojë menjëherë apartamentin. Një tjetër objekt në lupen e SPAK është një godinë 4 dhe 7 kate në rrugën Stavri Themeli, po në kryeqytet, në pronësi të Nova Construction. Referuar komunikimeve në Sky mes Luciano Koçeku dhe një person tjetër të pa identifikuar, është siguruar fotografia një apartamenti me të dhënat apartament numër 64 në objektin Godin Banimi, shërbimi 4-7 kate dhe një kat parkimi nën tokë me subjekt ndërtues Nova Construction 2012 në rrugën Stavri Themeli, Tiranë. Nga ky komunikim dhe nga bisedat e tjera, SPAK dyshon se Luciano Koçeku paraqitet si pronar de facto i apartamenteve në këtë objekt. Një tjetër kompleks rezidencial që po ndërtohet në Tiranë nga Nova Construction dyshohet se është financuar me paratë e trafikut të drogës. Bëhet fjalë për projektin Kolonade në rrugën Dritan Hoxha, ku sipas hetimeve Luciano Koçeku kishte interesa pasurore në apartamente si shërbimi dhe poste parkimi. SPAK ka zbuluar gjithashtu 2 pasuritë e tjera në zonën e Gjilekës në Himar të regjistruar në emër të Ilir Shtufit dhe kompanisë së tij, që sipas hetimeve pronari i vërtet dyshohet të jetë Luciano Koçeku, po sipas SPAK nga komunikimet administruar rezulton se Ilir Shtufi pranon se financuesi real i Nova Construction ishte Luciano Koçeku. Hetuesit dyshojnë se ky i fundit ka luajtur një rol jo vetëm në financimin e projekteve, por edhe në sigurimin e lejeve të ndërtimit dhe me kontakte me persona me ndikim në sektorin e ndërtimit.